Besimtarët ortodoks në qarkun e Korçës kanë kremtuar ditën e Indit, dy festat më të rëndësishme të kalendarit ortodoks: ngjitjen e Zotit Jezu Krisht në qiell, e njohur si festa e Aristozit, si dhe festën e Shën Konstantinit dhe Shën Elenës. Dhjetra besimtarë u drejtuan kishës së ngjitjes së Zotit në qiell në fshatin Borje, ku u mbajt liturgjia hyjnore dhe u përcollën mesazhe paqe, dashurie dhe armonie mes njerëzve. Besimtarët u lutën për më shumë shëndet, mirësi dhe qetësi në familjet e tyre, ndërsa atmosfera festive mblodhi në këtë vend të shenjtë jo vetëm banorë të zonës, por dhe pelegrinë të ardhur nga qytetet të ndryshme të vendit. Kjo është një festë e vjetër fetare dhe vazhdojmë traditën për ta festuar gjithmonë. Festë e madhe. E festojmë të 40 ditët që ka lindur Krishti dhe është kryqëzuar dhe sot ngjitet në qiell. Po, vim gjithmonë shumë. Pelegrinazhi në kishën e Aristosit në Borje vijon të ruhet si një traditë e përvitshme ndër breza. Krahas ceremonive fetare në këtë zonë organizuan edhe panairi tradicional me produkte ushqimore, artizanale dhe aktivitete festive. Ndërkohë, çdo 21 maj besimtarët ortodoks kremtojnë dhe festën e Shën Konstantinit dhe Shën Elenës, që në orët e para të mëngjesit dhjetra besimtarë u ngjitën në malin e Moravës mbi fshatin Trenov, aty ku ndodhet kisha që mban emrin e dy shenjtorëve. Në këtë vend të shenjtë u zhvilluan ceremonit fetare dhe liturgjia hyjnore, ndërsa besimtarët ndezën qirinj dhe u lutën për paqe, shëndet dhe mbarësi në familjet e tyre. Ditë sot përkon me dy ngjarje të mëdha të kishës son ortodokse, të besimit ton ortodoks. Është ngjitja e Zotit Jezu Krisht në qiell, 40 ditë mbas ngjalljes së tij, si dhe kremtojmë dy nga etrit e kishës son, mbretët kurrëzuar nga Perëndia, të barabartë me apostolët e Shën Konstantinit dhe Shën Elenën. Pra janë dy festa të mëdha të kishës son. Nuk është se domethënë janë të çdo vit në atë mistenje të dyja, por këtë vit përkoj domethënë Aristozi pra ngjitja e Zotit Jezu Krisht në qiell me festën e Shën Konstantinit dhe Shën Elenës. Kjo festë shoqërohet prej vitesh me pelegrinazh tradicional të besimtarëve, të cilët e konsiderojnë kishën në malin e Moravës një vend të rëndësishëm adhurimi dhe lutje. Ceremonia fetare është mbajtur edhe në kisha të tjera të qarkut të Korçës që mban emrat e këtyre shenjtorëve, duke mbledhur besimtarë të shumtë në përkushtimin shpirtëror.